Ura e tabakëve është një prej ndërtimeve më të rëndësishme, më të vjetra dhe më historike të Tiranës. Është kjo urë që po shihni, e cila sot e ka humbur funksionin me ndryshimin e shtratit të lanës në vitet e Italisë, të cilët e kaluan në anën tjetër. Por ura vijon të mbetet sot si një prej modeleve më të rëndësishme të ndërtimit në Tiranë. Ura e tabakëve nuk ka një datë saktë ndërtimit saj, mendohet që është ndërtuar rreth viteve 1600-1700, pra rreth shekullit 17 të 18, është ura që lidhte Tiranën, pra qendrën e Tiranës, me zonën e Shëngjergjit, prej nga vinin kryesisht lëkurat që përpunoheshin në lagjen e tabakëve. Lagja e tabakëve që merret me përpunimin e lëkurave është një nga lagjet më të mëdha të Tiranës, dhe për ardhjen e lëkurave u detyruar të ndërtojë kjo urë, e cila është një urë me një hark të madh dhe me dy harqe të vegjël, po ta shihni. Është një prej monumenteve më të rëndësishëm të Tiranës, e ndërtuar me kaldrëm dhe ngjashme me urat e tjera si ajo e Brarit dhe urat e tjera të ndërtuara në kohën e Perandorisë Osmane. Është një prej simboleve të Tiranës dhe është një prej urave më të bukura që Tirana ka ende.